Në këto ditë me temperatura të ulta, problemi ngrohjes rikthehet sërish si një nga temat më të diskutuara në çdo familje shqiptare. Dimri përveç bukurisë që sjell me vete, shoqërohet edhe me vështirësi të shumta, veçanërisht për familjet që nuk kanë mundësi ekonomike e të sigurojnë një ngrohje të qëndrueshme në banesat e tyre. Rritja e çmimeve të energjisë elektrike, gazit dhe drurve e bën edhe më të vështirë përballlimin e shpenzimeve mujore, duke kthyer ngrohjen nga një nevojë bazë në një luks për shumë qytetarë. Shumë familje detyrohen të bëjnë kompromis duke përdorur ngrohëse elektrike apo ato me gaz, vetëm për disa orë gjatë ditës, kryesisht në mbrëmje, kur e gjithë familja është në shtëpi. Të tjerë zgjedhin të ngrohen vetëm në dhomë, zakonisht në dhomën e ndenjes, ku kalojnë pjesën më të madhe të kohës. Kjo mënyrë kursimi ndonse domosdoshme shpesh sjell pasoja në shëndet, veçanërisht për fëmijët dhe të moshuarit, të cilët janë më të ndjeshëm ndaj të ftoftit. Nga ana tjetër ka edhe familje që për shkak të pamundësive ekonomike nuk përdorin fare pajisje ngrohëse. Për ta zgjidhja mbetet bataniet e trasha, veshjet e shumta dhe përpjekja për të ruajtur sa më shumë nxehtësinë brenda shtëpisë. Unë me gaz. Me gaz. Po. Po nuk e frik nga gazi. S'kam këj, hajde ta shikoj e vetë. Unë e musha djem 12.000 lek. Se drita nuk kam, nuk e di të shikojmë. Se është më e levërdishme me gaz? Po të shi është më e levërdishme, nuk më ndër dhugaria, unë jam pensioniste. Së më ndër dhugaria me kurent. Nuk e baj dot. Neve me gaz. Me gaz, ja dini dot? Po. Me vështirësi, po ja dalë. Sa harxhon? Harxhon 20.000 lekë muaj. E mbani të gjithë ditës sa si? Apo me Jo, me intervale. Pastaj batanie? Batanie. Me kondicioner. Harxhonin shumë? Po, si harxhojmë, që të bëjmë? Kur s'kemi të e mbyllim, ulam, që të bëjmë? Sa ju shkon? Po shkon 50, 60, si ta mbash, hapur në muaj, 50.000, 60.000, që të bëjmë? Këto kushte kemi. Po, kur seni paseni batania? Pa tjetër batania është e para. E para batania? Batanien e kemi të abonuar batania. Nuk i përballoni to. Me pension që me pension ku? Ato s'dalin vetë për ilaçet dhe doktori, për analiza, edhe pastaj urdhëa ushqeu pastaj pa desh. Mungesa e ngrohjes ndikon jo vetëm në komoditetin e jetës, por edhe në shëndetin fizik dhe mendor të njerëzve. Për shumë familje dimri shndrohet në një periudhë ankthi, ku çdo ditë llogaritet me kujdes se sa energji mund të përdoret. Në këto kushte qytetarët kërkojnë më shumë mbështetje dhe politika sociale që të ndihmojnë familjet në nevojë për të përballuar dimrin. Subvencionet për energjinë elektrike, investimet në izolimin e banesave dhe zgjidhje alternative të ngrohjes janë disa nga masat që përmenden shpesh si të domosdoshme. Por derisa të gjendet një zgjidhje, për shumë shqiptar, dimri mbetet një sfidë e përditshme, ku ngrohja nuk është e garantuar dhe mbijetesa kërkon durim, kursim dhe sakrificë. Në fund të fundit, ngrohja e një shtëpie nuk është thjesht rehati, por një nevojë themelore për një jetë dinjitoze.